Duhani po pihet të lirshëm brenda lokaleve dhe klubeve të natës, megjithatë shpërsimin e ligjit antiduhan që daton që në vitin 2006 dhe aksionet e kryeministrit Edi Rama për lirimin e hapësirave publike, ku një pjesë e lokaleve falimentuan. Sot në lokalet e kryeqytetit duhani pihet të lirshëm, madje në tavolina shërbehet edhe tavolla. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor ka bërë një rënje drastike të kontrolleve, nga 22.125 inspektime në vitin 2015, në vetëm 5.239 gjatë periudhës së 2025 janar 2026, për pasojë gjoba ndaj shkelësve janë simbolike, 16 në 2025 dhe 71 në 2024 për bare dhe restorante, një numër që shara krahasuar me përmasat e problemit. Shumë pronar mbyllin syt ndërkohë që autoritetet përgjegjëse nuk shtojnë kontrollet në ambientet publike. Ligji antiduhan mbetet i dobët në zbatim dhe mjekët paralajmërojnë për pasoja serioze në shëndetin e popullatës. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, tumoret e lidhura me duhanin në Shqipëri pritet të rriten me rreth 60% deri në vitin 2030. Në shumë lokale, tymi i duhanit mbush ambientet e mbyllura pa pengesë, duke treguar se ligjet ekzistojnë vetëm në letër, ndërsa realiteti i përditshëm sfidon çdo rregull.